Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e rregullt të Origjina Show këtu nga Stuttgarti, duke sjellë tek ju personazhe të spikatura nga diaspora shqiptare. Kam kënaqësinë që në këtë rast të kem një doktoresh, neurologen, është shqipe, Pacolli Muadri. Përshëndetje dhe mirë se vini në studio. Përshëndetje, zotëre Rifat, mirë se ju gjejmë. Si po ndjeni në Origjina Show? Kënaqësi, ndjem shumë rahat. Faleminderit për ftesën dhe jam shumë e nderuar që gjendëm këtu. Kënaqësia është e jona që të bisedojmë me një profil suksesi nga bota e mjekësisë, një doktoresh e cila është integruar në sistemin e mjekësisë gjermane. Po fillimisht me që formati i këtij show ka të bëjë pikërisht me origjinën, dëshirojmë të dimë për origjinën tuaj, ardhjen tuaj këtu, na ndani këtë histori me shikuesit tanë. Faleminderit për këto fjalë të mira. Vi nga Kosova, jam me qëndrim në Gjermani. Që sa kohë keni ardhur në Gjermani? 14 vite bëhen që unë jetoj dhe punoj në Gjermani. Edhe një pyetje e rëndomtë është pse e lat Kosovën? Studimet i kam përfunduar në Kosovë, në lamin e mjekësisë dhe fillova ose erdha në Gjermani konkretisht për të vazhduar specializimin në mënyrë që të avancuam më shumë në karrierën time në mjekësi. Dhe pastaj këtu krijuan edhe parakushtet që të fillosh edhe punën apo jo? Patjetër, paraprakisht vetëm se në atë kohë pata nënshkruar kontratë me një klinikë e cila më ofroi mundësinë që të filloj punë të menjëhershme. Në atë kohë ishte pak vështirë integrimi i menjëhershëm pas studimeve në Kosovë, për atë arsye edhe vendosa që të vi këtu dhe të vazhdoj specializimin konkretisht në lamin e neurologjisë. Në fillimet tuaja të para, e shikonit Gjermaninë që do të jetonit kaq gjatë? Absolutisht jo. Qëllimi ka qenë të përfundohet specializimi i lamisë të cilën e kam zgjedhur dhe pastaj të kthehem në Kosovë dhe të kontribuoj në këtë drejtim në këtë fushë. Mirë po, rrjedhat e jetës të dërgojnë pastaj më ndryshe, integrimi bëhet më i vështirë ose reintegrimi në Kosovë, krijon familje dhe çdo gjë pastaj merr një rrjedhë tjetër. Kam përshtypjen se mjekët nga Kosova këtu në Gjermani janë mjaft të kërkuar, sepse nga puna ime, kontakte që kam patur qoftë me ju dhe me të tjerë, kam shikuar shumë profile suksesi të mirë të integruar në sistemin e mjekësisë gjermane. Lind pyetja, ka ngelur dikush në Kosovë? Me plot kuptimin e fjalës që ka dhe një shumë kolegë të çmuar, të respektuar dhe shumë të avancuar në Kosovë. Ndjehem edhe vetë e sigurt kur shkoj në Kosovë dhe bëj kontroll mjekësore. Mirë po edhe këtu me shumë respekt dhe më vjen mirë që çdo person, jo vetëm në fushën e mjekësisë, mirë po edhe në fusha tjera, si individ ka përparime mëse të suksesshme. Dhe planifikoni të vazhdoni të qëndroni gjatë këtu në Gjermani, sepse ju në janar, domethënë themeluat edhe klinikën tuaj, me sa e di në rrethin e Helbronit apo jo? Prej vetë faktit të marrjes së një vendimi të tillë. Është një sipërmarrje jo vetëm e guximshme, por edhe një perspektivë afatgjatë, besoj apo jo? Prej vetë këtij fakti, se si po e thoni ju, marrja e një ordinance në vetet, themi, të obligon automatikisht që të mos largohesh nga ky vend, mirë po gjithmonë qëndron ajo shpresa që në çfarëdo lloj forme të ekziston një mundësi e kontributit në Kosovë, qoftë edhe ajo e mjaftueshme e dhënies së këshillave mjekësore tu fillu prej vetë familjes time. Por natyrisht edhe këtu kemi një Kosovë, sepse vetëm në Baden-Württemberg jetojnë mbi 200.000 shqiptarë, apo jo, shumica prej tyre janë nga Kosova. Saktzon ata kur marrin vesh se një përfaqësuese e tyre është një neurologe e spikatur dhe mund të vinë, si thoni fjalë, pa protokolle kështu të ngarkuara, pa stresin që të shkojë te mjeku. Sa ke krijuar afërsi me komunitetin?
Shpresojmë se të mendojnë ata që unë jam SP4 mirë, po për mua është e rëndësishme që të kenë besimin të vinë të unë dhe për mua është po ashtu shumë e rëndësishme që këshillat që u jap t'i marrin në mënyrë disiplinore për arsye se janë në të mirën e tyre. Ka shumë raste që vinë edhe pacientë që janë shqiptar dhe janë shumë të respektueshëm dhe kanë një ndjesi të mirë. Natyrisht se ke edhe pacient nga Ballkani, jo vetëm gjerman dhe shqiptar, po ke edhe të kombeve gomësive të tjera. Ata që nuk i duan shqipet shumë, kur të lexojnë emrin shqipe, si reagojnë? Është një mix, përkundër të kaluarës që ne e kemi pasur, etika ime mjekësore nuk e lejon një gjë të tillë dhe për kundër çdo nacionaliteti, çdo ofrim mjekësor i anës time ose këshill është pothuajse i njëjtë me të gjithë. Koha e komunikimit mundet me qenë më e shkurtër dhe e dhuroj kohën time ndoshta më shumë me themin këtë rast me shqiptar, mirë po ka edhe të shtetas gjerman ose shtetas tjerë të cilat nga njëherë t'japin edhe kënaqësi gjatë bisedimit, jo vetëm nga ana ime, por edhe kur dëgjon diçka ka pjesa jetës. Gjithmonë kur i shoh mantelbardhët, me të vërtetë i cilësoj që kanë predispozita shumë speciale, përveç anës humane. Kjo pjesa që ka të bëjë me neurologjin, profili i një mjekjeje neurologe, konsideroj se është shumë speciale. Si erdhët deri te ky përcaktim që ju të startoni, të studioni këtë deg të mjekësisë? Gjatë kohës së studimeve, si landë ka qenë shumë specifike, në përgjithësi pastaj është edhe sfiduese, sepse sëmundjet që përfshihen në këtë lloj lëmie janë shumë interesante, janë të shumë llojshme, me shumë ngjyra dhe shpesh herë edhe të panjohura deri në ditët e sotme. Më thonë, më tepër kurioztare drejt asaj pjesës misterioze, ulumtuese, çfarë ka më tutje të asaj që sjell, domethënë informacioni. Dhe si kanë qenë ditët e para në pozitën tënde si mjeke? I kujton çfarë emocioni, çfarë të ka dhuruar një pacient në atë momente titullin doktoresh? Jo vetëm si një studente ose një mjeke e re e dalë nga fakulteti i mjekësisë, po çdo person që vjen nga Kosova veç se je në farë forme i stërvitur për jetën. Jeta në Kosovë të bën pak më ndryshe, të para përgadit, pastaj nëse shkon në një vend të huaj, është e vështirë, si fillim nuk ka qenë fare i lehtë, nuk është as tani, edhe pse pas shumë viteve, për arsye se gjithmonë do t'jesh në një vend të huaj, gjithmonë do të mungoj Kosova, por me kalimin e kohës e kupton që edhe atje një pjesë e jotja nuk përket më, edhe nuk përket as plotësisht në Gjermani dhe gjithmonë je aty diku te mes. Dhe ndjesia juaj e parë me një pacient ku morët rolin e mjekes që ta bënit një vizitë dhe që pacienti ju thirr doktoresh, si u ndjet? Edhe në Kosovë ka pas raste të tilla pas studimeve ku të quajnë doktoresh, nuk jam shumë një person që më bën përshtypje nëse më quajnë doktoresh ose me zonja me mbiemër, mirë po është një kënaqësi, është një përmbushje e dëshirës tënde që ke pas kahmoti një ëndër, pastaj është edhe ajo ndjenja se sa e shes se sa respekt ka njerëzit e tjerë për mantelbardhët, përkundër asaj që kanë atë frikën ndaj mantilit të bardhë, mirë po është edhe një respekt pak më ndryshe. Por shqipja në shtëpi, sa din të mos bart me vete për jetimet e një dite të ngarkuar me pacient, sa ndikojnë ato pastaj në jetën tënde familjare, në relacionin me fëmijët, me prindërit, me familjen në përgjithësi? Aty më është dash mjaftu shumë kohë që të arri deri diku që të mos
bartë atë stresin nga puna ose atë ngarkesën, përkundër lodhjes fizike dhe mendore, kur e kalon me shumë orë të tona, sidomos në spitale ku mjekësia është akute, është edhe ajo ndjenja tjetër e keqardhjes ose e pamjeve të shumë rasteve të rënda që ti ose të paktën unë si person nuk kam mundur shpeshherë plotësisht të shkëputem. Edhe ajo ka qenë në fillimet e mia ose edhe hera tash në varet për rasteve ende një element që më ngarkon nganjëherë. Natyrisht, sepse ka raste për shembull apo situata ku depërtojnë ato përjetimet atë mantelin e bardhë deri tek bota shpirtërore apo jo. Dhe të nevojitet kohë pastaj të rikuperosh si e trajton veten. Sepse duhet jesh në formë. Përsëri për t'ju dhënë tjerëve motiv të jetuarit, këshilla. Është një profesion me shumë përgjegjësi apo jo? Përgjegjësi profesionale, un kam edhe përgjegjësinë e një nane, edhe përgjegjësinë e një gruaje. Vin mysafir, shkon mysafir. Gjithashtu. Në shtëpi mundohem ta menaxhoj mirë. Përkundër asaj që si e thash më herët se është pak e vështirë ajo shkëputja. Ndoshta është e padrejtë nga ana ime, po shumë më e lehtë është shkëputja ime ndaj familjes kur e marr përgjegjësinë e plotë në vendin e punës, edhe lëshohem e tëra në punë edhe e bëj punën time me përgjegjësi të plotë, ndoshta për shkak të relaksit që e gjej më shumë në shtëpi. Ekzistojnë edhe ato zbrastirat të unë ku pastaj më vinë edhe mendimet e punës ose të një rasti. Sa ju shqetësojnë këto mesazhe, telefonatat kur jeni edhe në shtëpi, kur dëshirojnë të konsultojnë për diçka, për ndonjë terapi shtesë, për ndonjë pacient i cili ndoshta është pak më tekanjoz, që shqetësohet pak më shumë se sa e meriton. Tani që kam kaluar në ordinancë, ndryshon edhe rrjedha e punës. Sa isha në praktikën në spitale ose në specializim në spitale, mjekësia ka qenë pak më akute dhe rastet ka qenë më ndryshe, edhe nuk kanë qenë pacientat ata që mu më kanë thirrë, mirë po kam qenë unë vetë nga shtëpia që kam thirrë në spitale, edhe një herë të verifikoj se a ka qenë gjithçka në rregull ose a e kam lënë gjithçka në rregull. Tani ka ndryshuar pozicion. Tani ka ndryshuar, tani po i fillojnë ato kërkesat tekanjoze të themi, ose kërkesat e termineve, ose ndrimi i termineve, ose dhënia e informacioneve shtesë pasi që kanë bërë ndonjë kontroll ose diçka të tillë. Mundohem të shkëputem në shtëpi dhe të ndaj punën nga jeta private, mirë po shpeshherë ndoshta më duhet një kohë ta marr edhe nga shtëpia që të bëj të paktën përgjigjen e emailave. Në këtë momente ne do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe pastaj do rikthehemi pak më thellë në bisedën tonë tek neurologjia, pra me doktoresh Shqipe. Ti ndjekim.
Rikthehemi në studio të dashur teleshikues dhe kam kënaqësinë që këtu në studio të kem doktoreshë Shqipen. Do flasim për neurologjinë. Sa është e vërtetë që njerëzimi përdor vetëm 10% të trurit apo është thjesht një mit? 10% e trurit për ta përdorur ndoshta është edhe shumë. Mos ma thuaj. Truri është një organ shumë kompleks. 10% e trurit e them përsëri me bindje të plotë që është shumë për vetë faktin se truri mund të bëjë shumë më shumë se sa ne e imagjinojmë. Për atë arsye... Jo, për disa e di që e kanë rrafshë. Për atë arsye, gjithmonë preferohet që truri njëjtë sikur edhe muskujt të trajnohet. Kjo bëhet për vetë faktit të fillimit në për shkolla, të zhvillimit të trurit, të zhvillimit të qelizave të reja, ose lidhjeve të reja nërvore. Të ushtrimeve të ndryshme, të memorizimit. Memorizimit, është si një lloj muskulit të themi, pra. Pastaj edhe të leximit, edhe pas studimeve, bazë të kohës, kuptohet. Pse ne i mbajmë mend kujtimet nga fëmijëria, por harrojmë çka kemi hëngrë dje, për shembull? Quhen këto kujtimet me afat gjatë dhe kujtimet të shkurtra. Kujtimet me afat gjatë janë kujtime që mbesin në memorien tonë dhe zhvillohen si ato plakat proteinike që mbesin pjesë përballëse të fiksuara të trurit. Kjo ka të bëjë vetëm me moshën e fëmijërisë. Ka të bëjë me moshën e fëmijërisë, mirë, po ka të bëjë edhe me moshën më të shtyrë të fëmijërisë. Ndërsa kujtimet ose kujtesa e shkurtër nuk është se harrohet e tëra, po harrohet shumë më shpejt dhe është biologjikisht normale. Thamë që truri nuk përdoret edhe 10%, për kur arrim ta kuptojmë që trurin mund ta kemi lodhur dhe në fakt ta lodhet truri? Truri si muskujt për shembull. Lodhet, për atë arsye truri ka nevojë edhe për rekuperim, për gjumë, mirë po ka nevojë edhe për ushqyerje normale, njëjtë sikur si e marrim ujin, si e marrim ushqimin përditor, edhe truri ka nevojë për vitaminat e tij, për mjaftueshëm ujë, për mjaftueshëm rekuperim gjatë gjumit, edhe për lehtësim të vazhdueshëm, njëjtë sikur aktiviteti ynë fizik. Sa e dëmtojnë të gjitha ata përdoruesit e lëndëve narkotike sistemin e trurit? Varet se sa është kohëzgjatja e përdorimit të lëndëve narkotike ndikon shumë. Për një kohë shumë të shkurtër mund të ndikojë të çojë edhe deri te një psikozë, për një kohë më të gjatë mund të ndikojë në ndryshimin e qelizave të trurit, në ndryshimin e kujtesës, në ndryshimin e sjelljes së një personi, në harresë. Sjellja e personit këtu nënkupton qoftë edhe apati ose tërheqje nga rrethi shoqëror, mirë po edhe me tendenca agresive. Kemi raste kur neve na kujton fragmente sikur i kemi jetuar më parë. Déjà vu. Çfarë është në fakt ky fenomen? Si vjen, sa herë vjen? Si term déjà vu në fakt përdoret më shumë në kuadër të sëmundjes së epilepsisë. Mendohet që ekziston, mendohet që nuk ekziston, që sikur kemi qenë diku edhe pse s'kemi qenë, ose na kujtohet një ngjarje sikur e kemi përjetuar më parë, është më shumë një fenomen që paraqitet ose zhvillohet te pacientat epileptik në kuadër të krizës epileptike. Më shumë është tipike në këto raste. Por nuk përjashtohet edhe tek të tjerë të cilët nuk kanë të bëjnë fare me epilepsi. Është e përshkruar, mirë po nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet. Si ndikon stresi kronik në tru? Fatkeqësisht stresi kronik u bë pjesë e përditshmërisë tonë, ndikon jo vetëm në tru, por në tërë organizmin tonë, qoftë në sistemin nervor, qoftë edhe në sistemin kardiovaskular, ndikon pastaj në lodhje të tepruar, ndikon në koncentrim, ndikon në pagjumësi, pastaj këto rezultat i ardhjes së sëmundjeve të ndryshme, duke filluar edhe pasi jam në lëmin e neurologjisë edhe nga sëmundje të ndryshme të kokëdhimbjes, po ashtu edhe te migrena. Po këto rrjetet sociale, pjesa tjetër, aparatët, telefonët, sa
i kanë dhënë presion, do thoja, shëndetit në përgjithësi të trurit, sa ndikojnë në acarimin, sa ndikojnë në situata, do thoja, negative. Njëjtë vetë si stresi kronik si e përmendet më parë, dhe këto janë bërë të pashmangshme në jetën tonë, është mirë të dim se si dhe në çfarë mase t'i përdorim. Ajo luan edhe një rol të madh. Kuptohet që në ditët e sotit pa teknologji, pa telefon, shpeshherë është edhe pamundur. Rrjetet sociale varet aty pak më shumë, kisha me thënë, si është edhe vetë si disiplinë e vetë popullit ose një shtresë të popullit, sa je vetë i menaxhueshëm, pak të bësh distancim nga rrjetet sociale, mirë po sa i përket anës teknologjike, përkundër asaj që është e pashmangshme, është e rëndësishme që të dihet të përdoret në masë. Pra kjo vëshmëri që lidhet nëpërmjet telefonit, sa e dëmton shëndetin e trurit në përgjithësi? E dëmton, kjo vëshmëri që e kemi, ka të bëjë për shembull vetëm me telefonin, por është edhe një sikur ajo ndjenja e kënaqësisë kur disa miq e shikojnë një ndeshje futbolli, ose ajo ndjenja e kënaqësisë kur del për shopping dhe blejnë rroba të reja. Njëjtë është edhe me telefonin, se ty të jep non-stop ose vazhdueshëm atë ndjenjen e vetë kënaqësisë. Edhe për atë arsye është edhe vështirë të largohesh, sepse... Apo të vlerësimi që dikush po të shef, po të shikon, po të vlerëson për një avancim që ke bërë, që ta zëm për një blerjet një veture, apo, dhe më thonë të survejimit, pak a shumë. Nëse flasim tani për rrjetet sociale, atëherë përsëri e them, është pak edhe si një lloj disipline e tanishme se sa ne jemi të aftë të distancohemi nga këto, dhe ta mendojmë thellë se sa është e nevojshme në përgjithësi që të jemi aktiv vetë në rrjetet sociale, ose të përcjellin persona të ndryshëm ose ngjarje të ndryshme, sa janë në përgjithësi të nevojshme. Dhe në të vërtetë, doktoreshës, në realitet, duke patur zhvillimin e hofshëm teknologjik me shumë aplikacione të ndryshme, rezultatet në terren e thonë të kundërtën apo jo? E thonë që çdo ditë më tepër shoqëria zhytet në atë pjesë magnetike të tërheqjes, dhe më thonë të survejimit, që të jetojnë gjithmonë të mbikëqyrur nga dikush, të jetojnë për dikën, të jetojnë për një pëlqim apo like, për një koment, edhe gjatë kohës kur pi një kafe, kur hajnë një picë, apo kur dalin në park e ku dëgjojnë. Është një trend i vetë kënaqësisë, ma shumë se aq nuk mund ta them, nuk jam dakord me një gjë të tillë, me pak mundim dhe punim në vete mund edhe të menaxhohet. Sa mund të digjet figurativisht truri nga informacioni i tepërt? Truri e ka po ashtu një stop ose një sust aty ku thot tani mjaft. Për atë arsye, pastaj kur janë informacionet e tepërta edhe koncentrimi bie dhe merren vetëm ato informacione që janë më të nevojshme ose aq të mjaftueshme të trurit. Edhe nëse ta marrim si shembull, një lëndë mësimore në vend të 45 minutave zgjat 10 minuta, truri vazhdon të jetë aktiv në ndëgjueshmëri, mirë po jo edhe në anën kualitative në marrjen e përpunimit të informacioneve. Cilat janë shenjat e para të problemeve neurologjike, do thoja, tek një person? Tani neurologjia është një lamje e gjerë. Ka shumë lloj të sëmundjeve aty që përfshihen, mirë po çfarë mendoj që është e rëndësishme, edhe pse nëse përmendet tani rrjetet sociale marrin edhe shumë informacione në faqe të ndryshme, është sulmi në tru. Sulmi në tru është një gjendje emergjente, për shembull, ku një person nëse për një herë ka një lëvizje të dobët të një anë të trupit, ose nuk mund të fol mirë, ose vren që gjysma e fytyrës është bërë asimetrike, është një sindrom ose disa simptome ku aludojnë për një sulm të përnjëhershëm në tru. Këto është një rast ku duhet të ndikohet në mënyrë të menjëhershme.
Mirë po ka dhe lloje të sëmundjeve të ndryshme, të cilat nuk janë akute dhe simptomet zhvillohen. Do të ndalëm tek sulmi në tru, tek intervenimi me njëhershëm. Sa është ai afati i ndërhyrjes emergjente që mund të shpëtoj apo të rikuperoj edhe shëndetin e trurit, pastaj që të funksionoj normalisht si përpara? Sulmi në tru ndahet përsëri në dy pjesë. Është ai sulmi ku një enë e gjakut është e bllokuar nga një tromb dhe nuk qarkullon më gjak, ose gjakderdhje në tru ku një enë e gjakut. Cila është më e rrezikshme, gjakderdhja apo bllokimi nga një tromb? Është e vështirë të thuhet. Është e vështirë të thuhet, mirë po në bazë të statistikave, gjakderdhja në tru është shpëtimi ose statistikat e shpëtimit të gjakderdhjes në tru varet edhe aty çfarë lloj shkallës është më pak vdekje prurë, se të themi, se sa sulmi në tru ose mbyllja e një enës së gjakut, por edhe aty gjithmonë varet cila lloj ende gjakut është mbyllur, sa ka pa dëmtim të trurit, është e vështirë të thuhet ose të peshohen. Dhe në këtë rast, doktoresh, ka intervenim? Ka intervenim për të dyja. Dhe në çfarë rrugë intervenohet? Nëse është mbyllje e përnjëhershme e enës së gjakut, bëhet intervenimi, dërgohet në spital, po e tregoj si procedurë, dërgohet në spital, bëhet diagnostikimi i sëmundjes me paraqitjen tomografike të enëve të gjakut, shikohet çka është mbyllur, çka është dëmtuar dhe intervenohet menjëherë me një mjekim sistemik të hollimit të gjakut. Nëse është e nevojshme për shkak të një mbyllje të madhe të enës së gjakut, bëhet paralelisht edhe intervenimi me kateter dhe bëhet edhe lirimi ose largimi i atij trombi. Sa i përket pastaj gjakderdhjes së gjakut, edhe aty bëhet me intervenim, varet se çfarë lloj gjakderdhjes është, nëse është më e vogël, pritet që gjaku në mënyrë spontane të resorbohet, ose bëhet edhe ai largimi i kafkës ose një pjese të ashtit në mënyrë që ai presioni tepër që është në kokë të ketë hapësirë të mjaftuar. Për pacientët të cilët na shikojnë, vetvetiu lind një pyetje, thonë cili është më i rrezikshëm për jetën, goditja në tru apo goditja në zemër? Dyat janë të rrezikshme, dyat munden me qenë vdekje prurëse. Përsëri e them, është e vështirë të thuhet, edhe goditja në zemër cila është fatale. Shumë e rëndë, dyat munden me qenë fatale. Pas të statistikave të vdekjes, sulmi në zemër ose infarkti në zemër është në shkallë më të lartë se sa sulmi në tru. Kohët e fundit vërejën edhe rastet të shpeshta të migrenës. Pse? E përmendet stresin kronik, përpara edhe pse kohët ka qenë më ndryshe, mirë po teknologjia, disa gjana nuk ka pas ose ka pas në mas më të pakt, ka shumë stimulus që ndikojnë në zhvillimin e migrenës ose në stimulimin e kokëdhimbjes në formë të migrenës. Sa ka shërim migrena? Shërim, migrena nuk ka. Mirë po ka menaxhim ose trajtim të themi. Është një lloj sëmundjes, jo vetëm mjaftueshëm me kokëdhëmbje, mirë po aty stimulohet një sistem i tërë nervor që ndikojnë pastaj edhe në receptorët e dhimbjes në kuadër të stimujve të ndryshëm. Si mund të dallohet një pacient apo si mund ta hetoj veten dikush që është në atë sëmundje pa qenë edhe tek mjeku? Cilët janë ato simptomat përveç kokëdhimbjes? Zakonisht, po jo e domosdoshme, migrena ose kokëdhimbja te migrena është vetëm në një anë, është vetëm në një anë të kokës, mund ta përfshijë edhe syren. Pastaj simptoma tjera shoqëruese mundet me qenë edhe vjellja dhe mundimi. Ndërsa stimuj tjerë të cilat mund ta përkeqësojnë ose pacienti me migrenë nuk mund t'i duroj, është edhe ndjeshmëria në dritë dhe ndjeshmëria në zhurmë. Janë tipike. Pra do t'jenë të kujdesshëm. Mirë, do kalojmë tani tek pjesa tjetër e cila ndoshta është më e ndjeshme, është edhe më sensitive, sidomos edhe për anëtarët e familjes,
për grupin e moshës së tretë, ku fillojnë ndoshta të paraqiten edhe demencat dhe sëmundjet e pleqërisë apo të harresës, a mund të kenë shërim kjo pjesa e sëmundjeve të harresës? Sa zhvilluar mjekësia, deri ku ka arritur deri tani? Unë nuk po du të jap frikë, mirë po nuk do ta quaja edhe në përgjithësi si pjesë e moshës së tretë ose e pleqërisë. Demenca ose harresa përfshin edhe mosha të tjera. Përfshin edhe mosha të tjera. Është moshë tipike ku fillon në moshën 60 vjeçare, mirë po mund të përfshijë edhe mosha më të reja. Janë raste më të rralla, mirë po fatkeqësisht se ndodhen. Demenca ka forma të ndryshme të tipit të saj. Më e shpeshta është sëmundja e Alzheimer. Mirë po ka dhe sëmundje tjera ose demencë tjetër që quhet vaskulare ose në varet se cilën pjesë të trurit ka ndikuar që truri ose qelizat e trurit të zvogëlohen dhe të marrin për masa më të vogla. Këto përveç harresës dhe përveç problemeve ndoshta të menaxhimit individual, sa ndikojnë në kualitetin e jetës? Tek njohja me rrethanat, me ndërgjegjen, me mënyrën të të jetuarit, me kualitetin e jetës në përgjithësi. Ndikon shumë, mirë po në varet është shumë e rëndësishme që një person me demencë edhe çfarë karriere ose çfarë profesioni ka zhvilluar, sepse në fillimet e para domethënë ndikon edhe e kaluara, po. Ndikon edhe e kaluara profesionale më shumë të themi ose përvoja, sepse në fillim ti të jetës dhe si një formë fasade dhe din të maskohet shumë mirë ose të kompenzohet në një farë forme. Mirë po me kalimin e kohës ndikon shumë edhe në përditshmëri, jo vetëm sa i përket harresës, mirë po ndryshon edhe sjellja e një personi, ndryshon pagjumësia, ndryshon përgjegjësia e tij, janë shumë gjëra, domethënë që ndryshojnë për domethënë bëhet më neglizhent, ë? Gjithashtu, mos të themi pastaj edhe faktin se personat me demencë janë të predisponueshëm edhe ndaj sëmundjeve të tjera neurovaskulare. Kjo sëmundje shkurton jetën? Statistikisht shkurton jetën, po. Do të kalojmë tani në një kategori tjetër pyetjesh, të cilat i hasin shikuesit shpesh, janë kurioztar të dinë se çfarë po ndodh me organizmin apo trupin e tyre. Për shembull, pse na zë gjumi pa pritur gjatë ditës? Shumë e thjeshtë, lodhje. Ose ka të bëjë me sistemin nervor, ka të bëjë me moshën, ka të bëjë normal që ka të bëj pak me moshën, nëse është moshë shumë e shtyr. Mirë po nëse gjumi nuk ka qenë i mjaftueshëm gjatë natës, atëherë ekziston edhe ajo nevoja e përmbushjes edhe një pjesë të lodhjes edhe gjatë ditës. Po shpeshherë apo çdo kujt besoj i ka ndodhur ndonjëherë dridhja e çepallës, domethënë të syrit. Ato janë raste të shpeshta, ndodhen edhe të mosha të ndryshme, është më shumë e lidhur me stresin dhe është diçka jo shqetësuese. Më trego cilat janë 3 zakonet më të këqija për trurin? Është pirja e duhanit patjetër. Ndikon? Ndikon shumë, konsumimi i narkotikëve të ndryshëm edhe pagjumësia. Shqipja si neurologe, kë ka më të afërt prej kolegëve? Ka një psikiatër, një psikolog, një neurokirurg, me kë ka punë më tepër? Le të themi që në ditët ku jetojmë mjekësia është bërë interdisiplinare. Kontaktin më të afërt ose të themi sëmundjet neurologjike shpesh herë janë të përcjellura, jo do e mos do mirë, por shpesh herë janë të përcjellura edhe me çrregullime mendore, më shumë në aspektin e depresionit. Nëse ka sëmundje të rënda, personi mund të kalojë edhe në depresion edhe kontakti ose bashkëpunimi edhe me psikiatër shpesh herë është i domosdoshëm.
Sa i përket neurokirurgëve, më shumë kjo pastaj i takon asaj fushës së mjekësisë akute, nëse punon me pacienta që vinë akut dhe më herët i përmendëm rastet e intervenimit që duhet t'i udhëzosh që duhet t'i udhëzojmë, dhe po ashtu nëse bëhet diagnostikimi ndonjë tumori në tru ose sëmundjeve tjera të cilat mund të kërkojnë intervenim neurokirurgjik, atëherë dërgohet te neurokirurgu, po jo vetëm neurokirurgu bën intervenime operative, edhe një neuroradiolog ashtu quajtur bën intervenime të enëve të gjakut. Po jemi tek mjekësia që the që është edhe interdisciplinare, profili juaj ka të bëj, pra nuk ka të bëj vetëm me trurin, nuk ka të bëj vetëm... Tani, neurologjia i përket ose merret me trajtimin e problemeve të trurit, të palcës kurrizore dhe të nervave periferike. Tani, trurin e vete bisedum mundet me qenë, edhe ai mundet me qenë jetë akumbe sëmundjeve të ndryshme, duke fillu me sulmi në tru, tumore në tru, ose sëmundje të demencës, sa i përket shtyllës kurrizore, palcës kurrizore, edhe aty ka sëmundje të veçanta, shoqërohen me trurin edhe me palcën kurrizore si kombinim patologjik, apo edhe me nervat periferike. Dhe si rezultati i tillë, shumë pacientë janë në karroca, po jo? Janë në karrocë ose jo patjetër, amiotrofia laterale, sklerozës është një lloj sëmundjes. Që i bie për shikuesin ta deshifrojmë këtë pjesën nga terminologjia e mjekësisë? Është një lloj sëmundje e cila, le të themi, nuk ka shërim, nuk i dihet shkaktari dhe jo patjetër duhet me qenë në karrocë. Ndërsa sa i përket pjesës së nervave. Pa e bën të palëvizshëm pacientin? Ndikon në qendrat vitale të organizmit dhe bën të palëvizshme për një kohë, mirë po ndikon edhe në sistemin respirator, ndikon edhe... Më thënë që ka bllokues i tërësishëm. Po, fatkeqësisht. Mirë po, do më thënë janë sëmundje komplekse ato. Ndërsa sa i përket sëmundjeve tjera, ka dhe sëmundje të ndryshme autoimune, të ashtu quajtura siç është skleroza multiple, ajo i atakon nervat ose mbështjellësin e nervave, është sëmundje autoimune, ka edhe sëmundje të tjera të cilat lidhen me nervin edhe me muskulin dhe ndikojnë, është po ashtu një lloj sëmundje komplekse që ndikon në lodhje dhe mos funksionim të muskujve, ka edhe sëmundje gjenetike ose të lindura të cilat kanë të bëjnë me komunikimin nerv-muskull. Tani ne do bëjmë përsëri një hapësirë publicitare dhe më pas do kthehemi tek pjesa 3 dhe fundit e bisedës sonë për të shpalosur edhe anën tjetër të medaljes. Ta ndjekim.
Rikthehemi në studio të dashur teleshikues, këtu kemi Shqipe Pasolli Muhadri, është neurologe dhe jo vetëm neurologe, po gjithashtu pasioni i saj, talenti i saj është edhe me poezinë. Tani do flasim për poezinë. Me kënaqësi, tani mund të flas edhe më shlirë, sepse është një pasion, një hobi i imi, krahasim me neurologjinë, me më pak përgjithësi, si ndjenje përgjithësisë. Me poezi ose me krijimtari kam filluar që në moshë të re, më ka pëlqyer gjithmonë të krijoj, të recitoj. Bukur shumë. Dhe para se të shkruash, kush kanë qenë autorët që i ke lexuar me ëndje, që të kanë futur në ato merimangat e imagjinatës, të kanë ngacmuar edhe do thoja imagjinatën tënde për të krijuar, për të shprehur botën tënde të brendshme nëpërmjet talentit tënd në krijimtari? Janë dy poet ose dy shkrimtarë të cilët do t'i veçoj. Në familjen time, idhulli im ka qenë Agim Deva. Është një poet që ka shkruar kryesisht për fëmijët dhe kam pasur fatin që si fëmijë të kemi herë edhe kontakt personal me zotëri Agim Devën, atëherë si person. Ku i ke lexuar ato poezit, në revista? Në revista në atë kohë, po. Të kanë tërhequr dizajni i revistës, aroma e fletave kur hapeshin, sepse ka qenë një ndjesi zakonshme në atë kohë për njerëzit e apasionuar të leximit. Ka qenë një ndjesi e zakonshme. Agim Deva në atë kohë gjithmonë e bëjke rifreskimin e atyre revistave. Ka pas edhe ato veprat e tij, mirë po zakonisht domethënë poezitë e tij kam lexuar edhe në për revista. Ka qenë edhe kreative me ilustrime dhe kam pasur mundësinë dhe nderin që zotëria Agim Deva të më jep në atë kohë hapësirën të botoj edhe një poezi timen. Si titulloj? Nuk e di se si është e tëra, mirë po e di se është titulluar Karrota. Dhe vazhdove më tutje me karrota edhe me fruta perime, apo çfarë ishte motivi faktikisht, lajmotivi i krijimtarisë tënde? Pastaj lash frutat perimet, hyra pak më thellë, shkruaja si vajzë e re, pastaj edhe për dashurinë. Në atë kohë të situatës si e kemi pasur, poezitë e mia kanë qenë edhe të kushtuara ndaj luftës, ndaj situatës sociale se si e kemi pasur, domethënë ka qenë një përzierje e temave. Dhe natyrisht këto pastaj i botove në për revista, i grumbullove, i ruajtje, i arkivove dhe më vonë i botove në 2 libra, apo jo? Para luftës kam pasur përmbledhje të shumta të cilat i kam ruajtur. Fatkeqësisht ato pas luftës më nuk kanë ekzistuar, mirë po kam filluar vazhdimisht të shkruaj dhe të bëj mbledhjen e materialeve. Pastaj me dëshirën e madhe kam arritur edhe të botoj 2 libra me poezi. Librat i ke botuar duke qenë në Gjermani apo në Kosovë? Jo, në Kosovë. Ka një pauzë të madhe që nuk kam botuar ndonjë libër, shkruaj në mënyrë spontane tani, më shumë prej dëshirës. Rrjetet sociale sa të krijojnë hapësirën e dur, do thojë mediatike, personale për të ekspozuar krijimtarinë tuaj? I boton ato, i prezanton, i publikon? Herë po, varet edhe çfarë lloj poezie kam, nëse mendoj që është interesante për lexuesin me dëshirë e botoj ose e postoj edhe në rrjetet sociale. Ose në këto postet që janë më të posaçme sa i përket orës letrare ose... Ku jemi tek orët letrare dhe tek ngjarjet që kushton letërsisë, sa është e pasur apo sa është shterp jeta këtu në Gjermani? Sa je përfshirë në këto aktivitete? Rrallë, bëhen, do të thotë, organizime sa i përket vetëm festave kombëtare që i kemi. Shpesh herë mundohem të gjej rastin
përkundër ftesave edhe kohës së mangët, mirë po mundohem të gjej edhe kohën që të marr pjesë në organizime të tilla dhe gjithmonë me kënaqësi të recitoj diçka ose edhe të dëgjoj nga të tjerë. Për te poezisë, për te orëve letrare, çfarë ke ndonjë pasion tjetër, do më thonë të pa ekspozuar deri tani? Pasione tjera jo që kam. Pra një farë mënyra atë vakumin ndërmjet dimensioneve profesionale, familjare, shoqërore, e përmbush poezia. E përmbush poezia. Por është edhe një vakum tjetër, është pjesa humanitare, ajo ku ti ke dëshmuar pak a shumë veten në organizata siç ka qenë Ndikosi në Kosovë apo jo? Unë ka pas nderin të jem pjesë ose të jem menaxhere një projekti shumë me rëndësi në Ndikos dhe të kam rastin të takuam me persona shumë të çmueshëm edhe shumë interesant, të cilat shpesh herë janë edhe të fshehur nga shoqëria. Po, është një eksperiencë shumë e interesante. Çfarë është për ty Shqipëria? Shqipëria ishte pyetja. Unë në Shqipëri kam qenë për pushime, për kohë gjatë jo. Për mu është Shqipëria, shqiptaria, të themi, edhe ka edhe poezitë e mia të cilat kam përkushtuar edhe Shqipërisë, edhe nuk ndjej ndonjë dallim Kosovë, Shqipëri, sidomos këtu në Mërgem, kur ke takime me shqiptar nga Shqipëria, të themi në këtë formë, nuk ekziston asnjë dallim mes shteteve edhe kam nderin që kam edhe kolegë nga Shqipëria që po ashtu janë edhe neurolog. Shumë bukur. Pushime do i kalosh në Shqipëri patjetër. Atëherë uroj që t'jenë pushime me të vërtet të këndshme, neve na dhuruat një edicion shumë të këndshëm shqipe, me kënaqësi, me ngjyra të ndryshme, qoftë nga historitë e jetës tënde personale, origjina juaj, që ti je krenare për të dhe vazhdimisht planet për të ardhmen i thur drejt atij destinacioni shpirtëror që është pra Prishtina dhe Kosova. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë edicion. Deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.